si staf, si të vëdhjet, ju përshëndes, ju uroj urime, gëzuar gjithë dhe çdo shqiptari ku do që është, urime dhe festofshim gjithmonë së bashku, të lumtur dhe të bashkuar. Faleminderit shumë për urimin, urime edhe ty edhe gjithë ata që po na ndjekin. Po më thuaj, data që të emocionon më shumë? Është shumë problem që shefat edhe ju dy aty në studio nuk din cilën me marë, cilën me vendos të parën, mirë po emocion i veçantë është bombardimi kur ka qenë. Nga se aty ne kemi qenë si të vetmuar, falu shtrisë lirimtare, mirë po edhe pa ndërhyrjen e NATO-s, ne kemi qenë disi se të vetmuar dhe të lënanash. Mirë po unë do të veçoja këtë datë sepse kjo ndërhyrja e NATO-s ka qenë gëzim, ka qenë s'di qysh me përshkru si shpëtim për neve dhe është një dër datat në të veçanta. 24 marsi. Ashtu mendoj, duke mos i lënë anash, unë thash nuk di cilën me vendos parën, mirë po se emocion, si ka qenë bombardimi NATO-s, kur na kanë përkra dhe kur e kanë shliru Kosovën, ajo ka qenë diçka e pa përshkrune. Zotër Milazin, falenderoj shumë për telefonatën, urime edhe një herë. Ju përshëndes, urime, gëzuar çdo shqiptari ku do që. Shumë faleminderit.